Pse hapja e gojës është ngjitse? Si e shpjegojnë ekspertët? A keni menduar ndonjëherë pse hapja e gojës është ngjitse? Përse ndonjëherë mjafton të shohësh dikë duke e bërë në transportin publik ose rreth jush dhe përsëri ju hapet goja? Doktor Rejan Segri në Kolegjin e Londrës thotë se shkencëtarët e përkufizojnë hapjen e gojës si një aktivitet që konsiston në hapjen e gjerë të pavullnetshme të gojës dhe zgjerimin maksimal të nofullës, e ndjekur nga një frymëmarrje e thellë dhe një frymënxjerrje e ngadaltë. Megjithatë, ende nuk është plotësisht e qartë pse në të vërtetë na hapet goja. Disa mendojnë se kjo mund të ndodhë kur truri i mbaron oksigjeni, por kjo teori u holl poshtë rreth 3 dekada më parë ku u botuar në eksperimentet që nuk tregojnë një lidhje midis mungesës së oksigjenit dhe vullnetit për hapjen e gojës, citoi ekspert. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i